Përshëndetje nga fije Qava, nëna 3 fëmijëve, ne kam nevojë për harç, për dru, nevojë për fëmijë mu vesh, mathe veshe, edhe shtëpia mu ka bu katastrofë, s'mu kanë ku me flajt fëmija, se kini mundësi për jerë Zoti ju shpërbleft. Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, këtu jemi në qytetin e Gjakovës. Na tash do të shkojmë te një familje 4 antar, pra familja Qava. Ta shikojmë gjendjen e saj dhe t'i dalim në ndihmë për këtë fundbet me pak ushqimore dhe me veshma. Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, këtu jemi në qytetin e Gjakovës. Familja Qava, 4 antar, kemi ardhur ndihmu me pak ushqimore, me veshmatje, me ndihmën e një vllau tonë i cili ka dëshiruar që të jetë anonim. Kësaj familje si kemi ndihmu sa do pak sa kemi pas mundësi. Na tash do të bisedojmë pika shkurta për hallat dhe dertët e kësaj familjes, meqense kjo është vetë ushqyese, kujdeset për 3 fëmijë. Na tash do të bisedojmë pika shkurta për hallat dhe dertët e kësaj familjes. Përshëndetje nga fije Qava, nëna 3 fëmijëve, ne kam nevojë për harç, për dru, nevojë për fëmijë mu vesh, mathe veshe, edhe shtëpia mu ka bu katastrofë, s'mu kanë ku me flajt fëmija, se kini mundësi për jerë Zoti ju shpërbleft. E nderuar, ne kemi ardhur nga Mitrovica, nga Prishtina për t'ju ndihmu për këtë fundvet, me pak ushqimore, me veshmatje, për shohim gjithë bashku këtë shtëpi, me të vërtet pas ka nevojë për një renovim kësaj shtëpie, kështu që ftoft këtu nuk po dijon në qysh snarë e fëmija. Në ftoft, gjithë ditën e gëtë pa shprejti shtymë, as drus kanë, jashtë, pikën e dru se kam. Drejtojë donatorëve, çfarë ka? As pikën e dru një kam, a beson shprejti shtymë, gjithë ditën ftoft o nejtë fëmija, se kini mundësi për druva për hargjëve në boqare, veshe, mathe. Burrit ka praktisa, po? Po, kalune. Që sa vite? Si goti, si 2 vjetë, ma tje, për jo ma shumë vete, të najtë me që ta fëmi. Kjo shtëpia ju, ja? Shtëpia e burri është, unë e po rrinë që shpidina, zdi ka u shku, më tha lërë, ma tha shpinon, ma shumë po rrinë që ta fëmi, që tu e që të vlatë, s'po më vje ma për kush. Me një si qëllë jem të majtë, me që si qëllë s'po më del as pa para, as pa mas, me që si qëllë, haj fëmija struja, ka mu qama një rogë. Kesh edhe në komune hapat i kërkush për asyja s'po më kap, nuk për më levan. Që ky hoxha ardh, me më limu, në shenjë dhe vetë që shu bo shpia, e në ftoft të najtë. Ne do të mundohemi prapë që të ndihmojmë, por me pak ushqimore, me veshmatje ne nuk do ndalimi. Ne kemi shumë familje që për çdo muaj i ndihmojmë, por për renovim shtëpie, inshallah del dikush dhe ndihmon. Ne nuk premtojmë për me ndihmu matutje për renovim shtëpie, por për pak ushqimore, veshmatje, çdo herë do të mundohemi kujdesimi për këta fëmijë, kujdesimi për këtë popull. Ne nuk bëjmë ndallime fe apo rac, ne çdo herë jemi afër skamnorëve, afër jetimave, afër atyre që kanë halla dhe derte. Ne çdo herë do t'i vizitojmë ato familje të cilat janë me halla me derte. Shoqata humanitare iniciativa është e gjithë Kosovës, gjithë Shqipërisë, kudo që ka njerëz me halla dhe me derte, çdo herë do t'jemi me ta, çdo herë do t'i dalim në ndihmë. E nderuara, vazhdojmë i marrim pak të shënuar. Hajde bismillah. Më ka morë gati si 2 vjetë më ka vu shtot. Si 2 vjetë. Tu pas ka laksia. Uje, shon uje, po çka? Uj po shon. Ka po bjen shi, asin e po pik shumë. Po, që edhe struja në po ban. Përdorim apo problem? Problem. Po tu nga se... Ta shikojmë edhe këtë pjesën kënej? Krejto bo, as ti sobë në minjë nuk po shumë. Vazhdo. Edhe të nejna shtot. Mas ka ushë krejt vlogë është, nejna. Që shtunë, të vlogë për në rrimë. E të smunë. Së kujna shtunë në komilion. I vlogës. Ju e zori. Ku s'kim përdu me flajtë, që po fëmija i s'mu për s'po s'mu shpesh.